ku është ndryshimi midis një mentore dhe një coach? Në ditët e sotme, duke qenë se janë terma të viteve të fundit dhe publiku duhet i njohë patjetër. Është një pyetje shumë interesante në fakt që shumë pak njerëz e bëjnë se i klasifikojnë të dyja si e njëjta gjë. Në fakt, mentori është një person i cili ndan eksperiencën e tij me ty. Dhe ndoshta atë eksperiencë 30-40 vjeçare që ka arritur me një performancë të caktuar, ti e përfiton për një kohë shumë të shkurtër. Dhe unë i referohem gjithmonë mentorëve të mi, sepse kam shumë mentor në fusha të ndryshme, të cilët gjithmonë na thonë që në mentorship duhet vini të përgatitur, sepse duhet merrni maksimumin nga gjithë eksperjenca që ka individi. Ndërsa coachi është një person i cili të ndihmon ty të gjesh veten tënde. Nuk të menaxhon, nuk të tregon se çfarë duhet të bësh, por të ndihmon, të faciliton procesin që ti ta gjesh vetë përgjigjen, sepse kur e gjen vetë përgjigjen, motivimi është shumë i lartë.